Në zgjedhjet e vitit 2021, ku numri votuesve në regjistrin civil ishte 3.5 milion vetë, pjesëmarrja ishte 46%, dhe afërsisht 12.000 votues zorrën një deputet. Të katër partitë të mëdha që morën mandate morën mesatarisht 11.000 vota për një mandat. Numri votave të nevojshme për mandat në secilin qark në zgjedhjet e 11 maj do të varet nga pjesëmarrja, e cila është diçka e paparashikueshme. Në këto zgjedhje pjesëmarrja pritet të ndikohet edhe nga rreth 250.000 shqiptarë të cilët janë regjistruar për të votuar me postë. Në rast se nga këta të gjithë do të votojnë, pjesëmarrja ka gjasa që do të jetë më e lartë se sa viti 2021 dhe rrjedhimisht numri votave të nevojshme për të kapur mandatin e fundit do të jetë më i lartë. Formula pjeston numrin e votave që ka marrë secila parti, fillimisht me 1, pastaj me 2 e me radhë, derisa të mbarojë mandatet për të ndarë. Partia që i del herë si më i lartë nga pjesëtimi merr mandatin. Rrjedhimisht ai që diskutohet dhe që është përcaktuese për rezultatin e përgjithshëm të zgjedhjeve është i ashtuquajtur mandati i fundit. Ky është edhe mandati që praktikisht synohet nga partitë e vogla, kryesisht në qarkun e Tiranës. Mandati i fundit është ndarë në secilin qark në varësi të pjesëmarrjes. Në zgjedhjet e vitit 2021 pjesëmarrja në Tiranë ishte veçanërisht e lartë, 53% në krahasim me mesatarën kombëtare që ishte 46%. Kjo do të thotë që mandati i fundit në Tiranë u fitua me 12.000 vota, ndërsa në Dibër mandati i fundit u fitua me 7.255 vota. Qarqet e tjera janë midis këtyre dy shifrave. Në Shkodër, Partia Social-Demokratike arriti të rrëmbejë 2 mandate me pak më shumë se sa 16.000 vota.